Ditën e djeshme që ka bërë namin Itali sepse është publikuar një raport i fundit i Eurostat ku e rendit Italinë si vendi i fundit në Europë që qenë ka më afër varfërisë. Lajmi ka bërë bujë të madhe dhe është publikuar nga të gjitha portalet e vendit fshinj, madje kush ka ndonjë robin e vet t'ia dërgoj këtë video se nga që është duke punuar nga misit dhe i ndark, nuk ka kohë që të shohë që qenë ka kaq shumë afër varfërisë. E kuptoni ju se çfarë po bëhet në Itali apo se kuptoni më? Një vend që shqiptarët e kishin ëndër të jetonin dhe të punonin aty, madje ndërronin gjithë natën ku të gjenin në një komardare zizi që t'ia fusin gjithë natën me notë, vetëm të shkonin në një vend që ishte shumë herë më mirë se Shqipëria. Sot ka dalë me disa shifra të frikshme. Sipas statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, thonë që 18.6% e njerëzve që jetojnë në Itali janë në rrezik varfërie. I kuptoni ju këto shifra zyrtare që kanë dalë apo si kuptoni më? Një nga ekonomitë më të forta të Europës sot që nga në vendin e fundit sipas statistikave zyrtare. E thënë me fjalë të thjeshta, ky studim nuk analizon ata që rrojnë mendime ekonomike, por ata që punojnë nga misit dhe i ndark, dhe prap nuk u del rroga në fund të muajit.